Qeveria do të ndërhyjë në tregun e karburanteve duke marrë masa për të mos lejuar rritjen jo normale të çmimeve të naftës dhe benzinës. Konkretisht, akciza mbi naftën do të ulet me 20%. Aktualisht, akciza aplikohet në 40 lek për çdo litër karburant, çka do të thotë se do të ulet me 8 lek duke shkuar në 32 lek për litër. Kjo është ndërhyrja e parë që do të reflektohet direkt në uljen e çmimit të naftës dhe benzinës në treg, me të paktën 8 lek për litër. Nga ana tjetër, qeveria do të vendosë sërish në funksion bordin e transparencës, i cili u krijua për herë të parë në vitin 2022 për të monitoruar çmimet dhe abuzimet që mund të ndodhin në tregun e karburanteve gjatë konfliktit Rusi-Ukrainë. Nga ana tjetër, janë vendosur edhe marzhe fitimi për pikat e karburanteve që shesin me shumicë dhe pakicë. Konkretisht, 3 lek për litër do të jetë marzhi i fitimit për pikat e shumicës dhe 12 lek për litër për pikat e pakicës. Bordi i transparencës do të ketë në tagër të vendosë çmimet të tavan duke marrë në referencë tregjet ndërkombëtare dhe për operatorët që do të abuzojnë dhe do të kryejnë shkelje, pra alarmohet ndëshkim me masa administrative deri në pezullim licence. Këto masa merren pas rritjes së çmimit të karburanteve në treg si pasojë e luftës në lindjen e mesme. Më herët është ngritur edhe një task force e përbashkët midis Detorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Detorisë së Doganave, e cila po ushtron kontrolle në të gjithë territorin e vendit për të mos lejuar abuzimin me çmimet në dëm të konsumatorëve, si dhe për të formalizuar sektorin. Brenda 3 javësh nga nisja e luftës në lindjen e mesme, çmimi i naftës me pakicë në Shqipëri është rritur me gati 5 herë, nga 173 deri në 175 lek litri para luftës, ka arritur në 214 lek mesatarisht dhe në disa pika edhe në 217 lek. Pra një rritje me rreth 22% e çmimit të naftës për konsumatorët shqiptar.